Neglizhenca emocionale nuk është gjithmonë e qëllimshme kur ne e bëjmë. Për shembull, ne nuk e marrim si prind një mision që unë po du me neglizhu fëmin tem. Më herët të përmendet se në të kaluarën ka qenë botë kuptim. Nëna tjetë më e lidhur me fëmijët, babai ka pas funksione tjera. Sepse përpara për shembull kanë thonë është marrë me për çfarë fëmin. Marrë është ti me bë asi sjellje dashurie për shembull ndaj fëmijës. Pra se ndërsa tani nuk po flasim për botë kuptim, po flasim për një orientim, apo mund të themi kështu? Një orientim... Munges përqëndrimi ndaj prioriteteve. Një shpërqëndrim, pra i cili po ndodh ose po na e merr qatë kohën të cilin ne ndoshta i dash me ja dediku jo vetëm fëmijës, por edhe bashkëshortet njëri tjetrit, ose edhe familjarëve të tjerë. Pra, këtë pjesë një farë mënyrë sikur e kanë zaventsuar smartphone, do thotë sepse rrjetet sociale janë bota të ndryshme, postime të ndryshme, ekspozimi ndaj lajmeve, ekspozimi ndaj si më thon videove të ndryshme, informacioneve ndryshme të cilat shpeshherë din me i prek ato pikat tona dopta ose din me i me marrat vëmendjen tonë dhe normalisht me zhvendos prej ambientit familjar. Isha duke thonë për shembull për neglizhencën emocionale. Neglizhenca emocionale për shembull nuk është një mision të cilin e merr prindja dhe thotë sot kam e neglizhu fëmin tim. Mirë po vetë fakti për shembull që hyn në telefon dhe fillon me scroll në TikTok ose dikun, kohë pa kohë do thotë, dhe fëmia është aty duke lozë, do thotë, mjafton kjo. Për shembull fëmia e ka një kërkesë ndaj teje, kërkon buk, ujë, kërkon mja dhënë lodër, kërkon me lujt ose diçka dhe ti thu prit pak, s'kam kohë, do thotë, kjo është një farë lloj neglizhencë që ne shpeshherë nuk e shohim si diçka të madhe, mirë po për fëmijën është dëmtimi drejt për fëmijën? Është dëmtimi drejt për drejt, sepse tregon mos interesim për fëmijën dhe pastaj fëmia, do thotë prej kësaj qasjes prindërore fillon me kriju botkuptime për imazhin e vet.